Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për shtetasin Eris Mehmetaj, i dyshuar si shtetasi që ka ndihmuar autorin e ngjarjes për ekzekutimin e Renato Hoxha në datë 27 prill në qytetin e Vlorës. Përpara grupit hetimor, Mehmetaj ka deklaruar se nuk ka lidhje me ngjarjen, ndërsa ka shprehur faktin se automjetin ja kishte dhënë një tjetër person i cili e kishte në përdorim dhe nuk e di se për çfarë është përdorur. Gjithsesi, gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg, kjo edhe pas kërkesës së prokurorisë referuar pikërisht ngjarjes së ndodhur në 27 prill në qytetin e Vlorës. Ndërkohë, hetimet e policisë vijojnë duke u kthyer gjitha kamerat e sigurisë përreth vendit të ngjarjes për identifikimin e autoris së ekzekutimit të Renato Hoxhës në qytetin e Vlorës. Hetimet të cilat duket se janë shtrirë në disa qytete të tjera, ndërkohë që dyshohet se automjeti i përdorur në ngjarjen e ditës së diel në Vlorë të jetë shmontuar në një pikë skrapi. Eris Mehmeti përpara oficerëve të policisë ka mohuar të ketë lidhje me vrasjen e Renato Hoxhës në Vlorë në 27 prill. Megjithatë, përballë faktit se automjeti është në pronësi të tij, ai e ka pranuar këtë, duke deklaruar në polici se makina është e njëjtë me atë që zotron. Ndër të tjera, ai ka shtuar se automjetin ja kishte lënë për përdorim një miku të tij, pasi ky ja kishte kërkuar dhe se nuk ka dieni se për çfarë është përdorur më pas makina. Eris Mehmeti është lënë në burg nga gjykata e Vlorës i dyshuar për përkraje të autorit të krimit dhe sigurim kushtesh për kryerjen e vrasjes Renato Hoxhës në hetimet e deritanishme. Policia dyshon se automjeti mund të jetë shmontuar në ndonjë pikë skrapi ose në servis, ndaj po zhvillohen hetime edhe në këtë drejtim.